Fëmiu 10 vjeçar nga Ferizaj dorëzon në polici një portofol me para dhe dokumente. Me datën 20 tetor 2025 rreth orës 16 në stacionin policor në Ferizaj është paraqitur qytetari në pikdashi së bashku me djalin e tij 10 vjeçar Epik D nga Ferizaj, të cilët kanë dorëzuar një portofol të gjetur në rrugën Enver Topalli në Ferizaj. Në portofol janë gjetur dokumente personale si dhe 1130 euro, 20 franga zvicerane dhe 130 denar maqedonas. Pas verifikimit, policia ka arritur të identifikojë edhe të kontaktojë pronarin B.B nga Kaçaniku, i cili është paraqitur menjëherë në stacionin policor dhe ka konfirmuar se të gjitha sendet dhe parat ishin të paprekura, të cilat janë kthyer me proces verbal. Pronari ka shprehur mirënjohje dhe falënderim të sinqert ndaj fëmijës dhe familjes së tij për gestin e ndershëm, si dhe ndaj policisë së Ferizajt për profesionalizmin dhe bashkëpunimin korrekt. Detyria rajonale e policisë në Ferizaj falënderon publikisht fëmijën Epik D për këtë veprim human, edukativ dhe shembullor, i cili pasqyron vlerat e larta morale, familjare dhe qytetare. Ky gest është një shembull frymëzues për fëmijët dhe qytetarët tanë mbi ndershmërinë, edukatën dhe përgjegjësinë shoqërore.